Është finalizuar operacioni policor I këduar Velishti në Tropoj. Janë vënë në pranga 2 shtetas, të cilët qarkullonin të armatosur me armë zjarri e armë të ftohta dhe të pajisur me radhë si të policisë e dylbinate. Në vijim të punës për parandalimin dhe goditjen e rasteve të armbajtjes pa leje, bazuar në informacionet e marra në rrugë operative se 2 shtetas po qarkullonin me automjet dhe të armatosur, shërbimet e komisariatit të policisë Tropoj, në bashkëpunim me shërbimet operacionale të DVP Kukës, kanë organizuar dhe finalizuar operacionin policor të koduar Velishti. Ja sekuestruar 2 armë zjarri, 1 silenciator, 6 radiosi të policisë, 4 mjete prerse, 2 sëpata, 5 dylbi, 1 xhup multifunksional dhe municion luftarak. Në kuadër të operacionit u bë kapja dhe arrestimi në flagrancë I shtetasve me inicialet AP 43 vjeç dhe AI 44 vjeç të 2 banues në fshatin Lëkurtaj Tropoj. Armët e zjarrit do të dërgohen në Institutin e Policisë Shkencore për të përcaktuar nëse janë përdorur në ndonjë ngjarje kriminale. Materialet I kaluan prokurorisë së jurisdiksionit të përgjithshëm Kukës për veprime të mëtejshme procedurale.